Në shoqërimin e babagjushit të vitit të ri dhe elfit të tij, shoqata Albanians Fighting Cancer USA vizitoi fëmijët të pavionin e onkopediatrisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Qëllimi i kësaj vizite ishte të krijonin ngrohtësi dhe dashuri për fëmijët në këto kohë festash me shpërndarjen e disa dhuratave të personalizuara dhe dhënien një ndihmë financiare për familjen e çdo fëmie që është diagnostifikuar me kancer dhe po merr trajtime në këtë spital. Me ndihmën e donatorëve shqiptar që jetojnë në SBA, shoqata mundi të sigurojë fonde për të dhënë kuraje vogëlueshve, familjarëve të tyre, shoqërisë shqiptare dhe gjithkujt që vlerëson magjinë e bamirësisë që së bashku do t'ia dalin. Me këto dhurata, donatorët synojnë të përcjellin nga larg gjithashtu dhe dashurinë, besimin, forcën dhe mirësinë e solidaritetit njerëzor. Kjo është një iniciativë mbështetur nga shoqata Albania Fighting Cancer me seli në Boston të Amerikës, e mbështetur dhe nga një mike mjaft e mirë, një mike shumë e mirë e cila punon dhe ajo është mjeke në Boston të Amerikës. Ne shpresojmë që në të ardhmen të bëjmë iniciativa të tjera në ndihmë të këtyre fëmijëve. Kjo e sotme ishte për të falur sadopak dashuri, qoftë edhe një orë, disa minuta, disa sekonda për këta fëmijë të cilët gjenden të shtruar këtu në pavionin onkologjik pediatrik të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Gjej rastin të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë donatorët tanë që gjenden në Amerikë, të cilët përcollën solidaritetin, zemërgjërsinë e tyre në ndihmë të këtyre fëmijëve. Albanians Fighting Cancer është një organizatë jo fitimprurëse që ka si qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimin për kancerin. Ata synojnë të ngrej vetdijen në komunitet për parandalimin dhe trajtimin e kancerit. Kjo gjë u bë e mundur dhe me ndihmën e stafit të pediatrisë, që na njohën më shumë me fëmijët si dhe me nevojat që ata kanë. Sot në pavionin e hematologjisë pediatrike kemi disa miq të veçantë, janë miqtë e shoqatës Albanian Fighting Cancer, të cilët kanë ardhur të na sjellin pak ambientin e festave, të na sjellin pak gëzim dhe lodra për fëmijët e shtruar. Unë falenderoj shumë të fondacion pasi këta fëmijë kanë vërtet nevojë për të gjitha këto gjëra. Teksa unë njoh më shumë me fëmijët dhe pam gëzimin e tyre teksa merrnin dhuratat, shoqata Albanians Fighting Cancer USA u njoftoi prindërve të tyre që do mundohen t'i gjenden pranë dhe gjithashtu kërkoi të mos nguronin, kontaktonin për gjëra që do të kenë nevojë.